Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, duke komentuar vendimet e fundit të gjykatës themelore të Tetovës lidhur me zjarrin në spitalin modular në Tetov, tha se duke pasur parasysh se gjykatësit dhe prokurorët janë zgjedhur në shtabet partijake, atëherë vendimet e tyre nuk mund të na habisin. Истрагата не ја води владата, истрагата ја води обвинителството. Пресудата ја носат судовите. Përgjegjësi do të ketë, por hetimin nuk e ka udhëheq qeveria, hetimin e udhëheq prokuroria, vendimin e sjell gjykata. Ne shumë herë në të kaluarën kemi thënë se ata nuk kanë kredibilitet as legitimitet, sepse në të kaluarën gjykatësit dhe prokurorët e dinin se ku janë zgjedhur në shtabet e LSDM-s dhe BDI-s, dhe është logjike. Ju çfarë vendime shprisni të sjellin ata gjykatës dhe ata prokuror. Është logjike se do të sjellin aktgjykim të tillë për vllaun e ish-ministrit, sigurisht se nuk do të sjellin aktgjykim ndryshe. Ata gjykatës dhe ata prokuror ashtu do të gjykojnë edhe ashtu do të dënojnë derisa nuk ndodh një resetim i tërësishëm i sistemit gjyqësor. Dhe që të ndodhë resetim i tërësishëm, ne duhet të respektojmë ligjet dhe kushtetutën e vendit. Nuk duam të punojmë ashtu siç dikush në mënyrë të egër ka bërë në të kaluarën. Dhe derisa jam unë kryeministër, garantoj drejtësi për gjithë secilin. Nuk ka qytetar të rendit të parë dhe të dytë. Të gjithë jemi të barabartë para ligjeve dhe ashtu do të vazhdojmë të funksionojmë, deklaroi kryeministri Hristijan Mickoski. Mëtej kreu i qeverisë ka ftuar prokurorin që të rishikojë vendimet për raste tragjike që kanë ndodhur në të kaluarën. Ftoi që të ketë hetime të pavarura dhe pa kursyer askënd. Ftoi prokurorin edhe një herë që të rivlerësojë të gjitha ato raste që në të kaluarin ishin neglizhuar. Në mesin e tyre është spitali modular në Tetov, Llaskarca, Besatrans e kështu me radhë, duke përfshirë edhe rastin e fundit në Koçan. Çdo kush që ka përgjegjësi, duke më përfshirë edhe mua, të jetë përgjegjës, pa dallim se nga cila parti vjen, tha Mickoski. Edhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, është shprehur se nuk mund të priten vendime tjera. Ai tha se këto raste duhet të trajtohen në atë mënyrë që të dihen shkaqet e vërteta të zjarrit dhe jo si ka ndodhur deri më tani vetëm sipërfaqësisht. Ne do të inkurajojmë çdo prokuror dhe çdo gjykatës që edhe në këtë rast, si shumë raste tjera tragjedi që na ka ndodhur një varg në të kaluarën, duhet i trajtojnë njerëzisht dhe jo politikisht, dhe unë besoj që vetëm ashtu do të vim deri te fajtorët e vërtet dhe vetëm ashtu do të vim deri te vendimet e sakta. Ndryshe, gjykata themelore e Tetovës më 16 maj ka shpallur vendimin për rastin në zjarrin modular në Tetov, ku humbën jetën 14 persona. Me këtë rast të akuzuarit Florin Besimi, ish drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës, dhe Artan Etemi, ish drejtor organizativ i spitalit, u dënuan me 1 vit e 6 muaj burg, ndërsa Spitali Klinik i Tetovës mori dënim me para prej 1 milion denar.